Në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë të zhvilluar të njëjtën më 14 maj, ku diskutuan mbi klimën e investimeve dhe procesin e integrimit evropian, u miratua draft rezoluta për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së saj në seancë, deputetja e Partisë Socialiste për qarkun vlor, Briseta Çakëri, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit politik për çështjet që lidhen me interesin publik dhe të ardhmen evropiane të vendit. Ajo deklaroi se Partia Socialiste nuk e ka refuzuar asnjëherë dialogun dhe bashkëpunimin dhe nënvizoi se integrimi evropian është një proces që i përket të gjithë shqiptarëve për te intasive politike. Rruga e bashkëpunimit megjithatë është gjithmonë aty. Nuk e kemi refuzuar kur debatin dhe bashkëpunimin për interesin publik. Integrimi në Bashkimin Evropian nuk ka ngjyrë. Integrimi në Bashkimin Evropian është i Shqipërisë, është i shqiptarëve dhe flamuri që do valvitet është ai ku qezi. Mos harroni këto kur shkoni jashtë edhe flisni ashtu siç flisni. Patjetër e theksoj që përgjegjësitë mbien mbi ne. Prandaj populli në fundit na zgjodhi ne.